Nga data 24 deri me 30 prill shënohet java botërore e imunizimit, e cila zhvillohet çdo vit me qëllim promovimin e vaksinimit jetë shpëtues të qytetarëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koqiu ka publikuar në rrjetet sociale një video sensibilizuese ku shefja e programit të vaksinimit në Institutin e Shëndetit Publik, Rovena Daja, thekson rëndësinë e vaksinimit si vetmi mjet për parandalimin e sëmundjeve infektive dhe mbrojtjen e shëndetit. Jemi në fillim të javës botërore të vaksinimit. Më shumë se çdo herë tjetër, neve ftojmë prindrit të vaksinojnë fëmijët e tyre. Vaksinoni duke besuar. Vaksinimi është një element i rëndësishëm. Vaksinat shpëtojnë jetë njerëzish. Në këtë situatë, ku normalisht kemi dhe rastet fruthi në të gjithë Europën, por dhe në Shqipëri, ftojmë prindrit të vaksinojnë fëmijën ndaj fruth, rubeol, parotitit, por dhe gjithë vaksinave të tjera të kalendarit të vaksinimit. Vaksinoni duke besuar. Vaksinimi në kohë për fëmijët është shumë i rëndësishëm dhe mjekët pediatër në përditshmërinë e punës së tyre i ndërgjegjësojnë prindërit për vaksinimin në kohë të fëmijëve të tyre sipas kalendarit kombëtar të vaksinimit. Në të gjithë botën nga 24 deri me 30 prill shënohet java botërore e imunizimit. Kjo javë synon të evidentojë nevojën e promovimit të vaksinave për të mbrojtur popullsinë e të gjitha moshave ndaj sëmundjeve të ndryshme.